hekni dorë ju kaq shpejt, si këtë rast, që mos me bo përpjekje me gjithë personin që kërkon ndihmë, apo kush ju del në rrugë, ili kogot izgje na put, s'ka nevojë ju i kaže da ne nëse nuk e dim sakt lokacionin e të sëmurit, ne i thojmë që të del një person aty në rrugë dhe të na pret. Dëshmitari Jovica Rakeq, teknik i mjekësisë në shtëpinë e shëndetit paralel në veri të vendit, tha se më 6 dhjetor 2022 kishin marrë një thirrje se kishte të lënduar dhe ishin nisur për t'i ofruar ndihmë, por që sipas tij nuk kishte të lënduar. Në bazë dëshmisë tuaj, a mund të konkludojnë se ju atë ditë keni pranuar një thirrje të rreme, fiktive? Thirrje ka pasur, mirë por nuk ka pas të lënduar. Pse në këtë rast, në qenë se mundi me identifiku thirrje, pse në këtë rast nuk e kemi bërë këtë? Pyeteni mjekun. Dëshmitari i thirrur nga mbrojtja në rastin ku Dejan Panteq, Milon Milenković, Aleksandar Vlajeq dhe Miomir Vakeq po akuzohen për sulmin terrorist ndaj zyrave të Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovicën e Veriut. Tha se në terrenin Soliterat në Mitrovicë kishin qëndruar vetëm 10 sekonda. Shkuar prej shtëpisë të shëndetit në drejtim të lagjës së Bosnjakëve, nëpërmjet lagjës së Bosnjakëve, mjeku, tekniku dhe pozici. Në koliko sekundë? E kum hapur derën e veturës dhe ata edhe i kum pyetur çka ka ndodhur këtu, ata kanë thënë duke fluturuar 10 sekundë. Diku 10 sekonda më së shumti. Dëshmitari tha se kanë pasur një çantë me pajisjet e nevojshme për ndihmën e shpejtë, por jo diçka tjetër. Paraprakisht, dëshminë e vazhdoi zyrtari policor në Departamentin për Inteligjencë dhe Analizë, Idriz Idrizi. Ai tha se e ka parë Milon Milenkovićin që ka shkuar në drejtim të ambulancës, por nuk ka vëretur nëse ka lënë apo ka marrë diçka. Në ato momente nuk kam pa që ka marrë apo ka lënë diçka në vetur. Por, a i tha Milenkovićin e ka parë duke udhëhequr turmën, por jo nëse ka hedhur diçka. Dëshmitari Idrizi u shpreh se të akuzuarin Aleksandar Vlajeq e ka parë 20 metra para tij, prej kur ky i fundit është larguar nga zyrat e KKZ-s. Dhe nga ajo turmë janë hedhur mjetet shpërthyese shok bomba në drejtim të automjeteve të policisë. Mjetet kanë shpërthyer, do thotë në rrugë, për rreth automjetit fundit të policisë. Dëshmitari tha se ka dëgjuar Aleksandar Vlajiqin që ka thirrur në telefon, duke thënë në gjuhën serbe, erdhën shpejt. 2 minuta pas kësaj, 2 minuta pas toga. Do thotë mund ka ardhur mesazhi nga kontakti im, që tek unë ka qenë dyshimi i bazuar që Vlajiq ka njoftuar Milon Milenkovićin në telefon. Tutje foli edhe për shpërndarjen e fotos dhe të dhënave të tij në Instagram. Rrjet social i monitoruar nga grupi terrorist od terroristički grup. Brigada e Veriut dhe e kam cek në raport, dyshohet se fotografit janë dërguar personit Aleksandar Vlajiq, i cili në ora 15:50 ka bërë postimin e fotografive të mia. Dyshimet e mia kanë qenë. Personi nga kjo zyre ka fotografuar edhe para se më ardha Aleksandar Vlajiq para zyreve KKZ-s. Unë dyshoj që ky person nuk arrit të më identifikojë mua me emër dhe mbiemër. Dyshoj që Aleksandar Vlajiq ka ardhur këtu para zyreve KKZ-s me qëllim të më identifikojë mua drejt për drejt. Dëshmitari tha se përveç Vlajiq dhe Milenković, duke kaluar rrugën kishte parë dhe Dejan Pantiqin. Në këtë seancë u refuzua propozimi i mbrojtjes që të bëhet rikonstruktimi i vendit të ngjarjes, ndërsa do kërkohen protokolli i thirrjeve të ambulancës atë ditë që të kuptohet se cili ekip ka dalë në terren dhe në çfarë kohe. Panteq, Milenković, Vlajiq dhe Vakeq akuzohen se më 6 dhjetor 2022, në ora 14:39, kishin kryer sulmin terrorist ndaj zyrave të KKZ-s, duke hedhur granata dore dhe shok bomba. Panteq ishte arrestuar më 10 dhjetor 2022 në pikalimin kufitar në Jarinj, ndërsa arrestimi i tij kishte nxitur reagime nga pala serbe, e që u pasua me vendosjen e barikadave në pika kufitare.